Instituti GAP ka publikuar raportin i cili për fokus ka në kërkim të zgjidhjes. Pra jemi fokusuar që të japim institucioneve nimëri opsionesh se si dhe në çfarë forme do duhet menaxhohet një problem shumë akut, i cili është duke i goditur komunat që disa vite. Dhe në këtë drejtim, raporti shpërfaq që komunat e Kosovës janë të mbingarkuara sa i përket obligimeve cilat po dalin nga vendimet gjyqësore përkatësisht ato përmbarimore. Vetëm në vitin 2024, komunat e Kosovës kanë shpenzuar 87 milion euro për këto obligime. Llogaritur me vitin 2023 dhe 2022, këto obligime janë trefishuar. Pra trendi është duke shkuar në rritje sa i përket këtyre obligimeve dhe këtyre shpenzimeve. Nga viti 2022 dhe vitin 2024, gjithsejt komunat e Kosovës kanë shpenzuar 163 milion euro për këto obligime, ndërkaq shqetësuese po ashtu paraqitet fakti që edhe 208 milion euro të tjera mund të shpenzohen gjatë periudhës në vijim, për shkak që kaq ka dalë tjenë shumat e obligimeve kontingjente që i kanë komunat ose që i kanë paraqit komunat në raportet financiare të cilat janë publikuar nga ana e Ministrisë së Financave. Pra, përveç obligimeve të mëdha që janë paguar, obligime tjera të mëdha po ashtu rrezikojnë të paguhen nga ana e komunave, e krejt kjo po vjen si rezultat i faktit që planifikimi buxhetor, as nga niveli qendror, pas nga ai lokal, as nuk është real, as nuk është profesional, as nuk i merr për bazë rreziqet dhe obligimet cilat janë në tavolinë, dhe janë nxjerrur obligime, ligje, vendime, të cilat më shumë kanë pasur për qëllim, domethënë, efekte elektorale, sesa në fakt ndërtimin ose krijimin e një qëndrueshmërie financiare, qoftë për punonjësit e sektorit publik, qoftë për vetë sistemin institucional në cilin jemi. Kështu që kemi, domethënë, pasoja evidente edhe pasoja cilat në fund të ditës e godasin qytetarin. Të keni parasysh do thotë kontrata kolektive e para në fushën e arsimit është lidhur në vitin 2017 në fushat zgjedhore ose këtë afër fushatës zgjedhore, dhe njëjta ka ndodhur edhe në kontratën ripërsëritjen e kësaj kontrate në fushën e arsimit në vitin 2021. Edhe kontrata në fushën e shëndetësisë në vitin 2015 dhe vitin 2018 kanë nxjerrë obligime të mëdha për punonjësit, përkatësisht për institucionet në raport me punonjësit. Një ana prej këtyre obligimeve ka qenë në kontratën kolektive në fushën e arsimit edhe paga 13, të cilën natyrisht nuk ju kanë përmbajtur institucionet dhe natyrisht që tashti punonjësit publik në fushën e shëndetësisë adresojnë rastin e gjykatë dhe kërkojnë domethënë kompenzim përkatësisht alokim të pagës së 13 për vitet të cilat nuk janë pagu konform kësaj kontrate kolektive që është nënshkruar. Po përveç kontratës kolektive në fushën e arsimit dhe në fushën e shëndetësisë, ka edhe ligje e vendime tjera të cilat po i rrisin këto raste përmbarimore. Ta zonë është përpjekja e qeverisë aktuale për ta reformuar administratën publike dhe për ta sistematizuar vendet e punës konform një ligjin për pagat sektorin publik, dhe atë ka parapat që me këtë ligj e ka shkurtu përvojën e punës nga 0.5% në 0.25%. Dhe avokati i popullit këtë ligj e ka quajtur gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese të vetmi nen, cilën e ka kontestuar është kjo. Pra ka konsideruar që ulja e përvojës së punës nga 0.5 në 0.25 është e jashtëligjshme, për shkak që është një drejtë cilën e kanë fituar zyrtarët publik dhe nuk mund të tjetërsohet nëpërmjet një ligji. Dhe ka kërkuar që, domethënë, ky ligj të shkon në plotësim ndryshim dhe të kthehet përvoja punës në 0.5 dhe jo në 0.25. Dhe çka kanë bërë zyrtarët publik është që i kanë adresuar rastet në gjykatë dhe kanë kërkuar kompenzim për përqindjen e cila është marrë nga ligji aktual, do thotë, dhe gjykatat po janë njohin këtë drejtë. Një risi tjetër, e cila ose një vendim tjetër, i cili po e ndikon shumë rastet përmbarimore, është një vendim i vitit 2008, i qeverisë atëhershme Thaçi, ku ka marrë vendim
që të gjithë të punësurit në sektorin e arsimit duhet paguar përveç pagës bazë edhe në kriterin e kualifikimit. Deri në 45% shkon, domethënë, pagesa bazuar në kualifikim. Dhe në 2022, 3 mësimdhënës të Kosovës e kanë marrë atë vendim të 2008-s, i cili është i shkruar keq, i cili ka gabime dhe drejtshkëlqymore e përmbajtësore, dhe e kanë dërguar në Gjykatën Supreme. Në 2023 Gjykata Supreme ju ka thonë këtyre 3 mësimdhënësve se po, ky vendim i 2008-s është valid, ka fuqi juridike dhe mësimdhënësit duhet të marrin kompenzim bazuar në këtë vendim. Dhe tani kanë filluar mësimdhënësit që të adresojnë 10 raste, por t'ju njoftur kualifikimi. Por t'u shprehur bukfalisht, ta zonë, po e marrë si shembull, nëse unë në 2008 kam qenë duke punuar në fushën e arsimit me gradën bachelor, dhe në vitin 2010 kam marrë gradën master, kjo i bjen që nga 2010 dhe në 2025 tani institucionet mu duhet të me kompenzojnë edhe për kualifikimin cilin e kom fituar. Jo vetëm në mënyrë retroaktive. Jo vetëm për pagën bazë cilin e kom pas, po edhe për kualifikimin cilin e kom marrë. Përveç kualifikimit, kontratës kolektive në fushën e arsimit, kontratës kolektive në fushën e shëndetësisë, vendimet e qeverisë të Kosovës për uljen e përvojës së punës, ka dhe 10 rapaditë tjera të cilat u bëhen për shujta ditore, për transport dhe për inflacion. Po ashtu ka dhe raste kur paditë bëhen edhe për mos pagesën e shkallës së rrezikshmërisë, mos pagesën e orëve shtesë të punës, mos pagesën e orëve të punës gjatë natës dhe mos pagesën e punës gjatë festave. Pra ka një mëri çështjes e aspektesh të cilat po i shfrytëzojnë zyrtarët publik dhe që po i kërkojnë të drejtat e tyre nëpërmjet gjykatës. Gjykata ne kemi gjetur të gjitha këto raste të cilat i potencova, ne kemi gjetur vendime përkatëse cilat janë marrë në instancë gjyqësore, pra e drejta po ekziston tek zyrtarët publik, por kryesisht vendimet edhe ligjet që janë nxjerrë e që ju kanë dhënë të drejta zyrtarëve publik përveç pagës bazë, cilën e kanë me ligj, janë nxjerrë bazuar në dimenzionin elektoral, politik dhe jo shumë, domethënë, në aspektin e qëndrueshmërisë financiare buxhetore cilën e ka vendi. Pra përgjithësinë ka pasur këto vendime janë nxjerrur nga institucionet qendrore, nga qeveria që kanë qenë si çatë premtime gjatë fushatave elektronore, pra nivelli qendror ka përgjegjësinë më të madhe për situatën e krijuar me obligimet, por që nuk i merr përsipër shlyerjen e këtyre obligimeve që tash po thonë se po i vuajnë komunat. Asnjë vendim nuk e kanë marrë komunat, në këtë drejtim. Të gjitha vendimet janë marrë nga institucionet e nivelit qendror. Dhe në asnjë rast nuk kemi gjetur që ndonjë vendim i kësaj natyre është konsultuar me komuna. Madje edhe kontrata kolektive në fushën e arsimit dhe në fushën e shëndetësisë nuk ju kanë nënshtruar vlerësimit financiar nga ana e Ministrisë Financave. Ligjet ose procedura buxhetore në Kosovë kërkon që të gjitha vendimet dhe ligjet të cilat nxjerrin obligime financiare duhet të nënshtrohet edhe opinionit financiar nga ana e Ministrisë Financave. Mirë, po një gjë e tillë nuk ka ndodhur as tek rasti i kontratës kolektive në arsim, as tek rasti i kontratës kolektive në shëndetësi. Dhe ne, në mesin e disa rekomandimeve që kemi dhënë për tejkalimin e kësaj gjendje, kemi kërkuar se çfarë do lloj mundësie që këto kontrata të ripërtrihen duhet të kalojnë edhe nëpërmjet këtij filtri. Pra, duhet të nënshtrohen vlerësimit financiar nga ana e Ministrisë Financave, përveç faktit që këto kontrata duhet të hartohen e të nënshkruhen nga të gjitha akteret cilët kanë obligime në to. Duke përfshirë komunat, sindikatat, qeverinë dhe akteret e tjerë, cilët të marrin obligime dhe i dinë obligimet të cilat figurojnë ose cilat do të mund të figurojnë në kontratat e reja kolektive të kësaj natyre. Pra jo të ketë befasira, jo të shfrytëzohen këto si momentume për përfitime politike dhe pastaj të vuajnë do thot institucionet edhe buxheti i shtetit si rezultati këtyre vendimeve, por që të jenë vendime të matura, të analizuara dhe gjithëpërfshirëse.